Në vetëm 6 vite, SPAK ka arritur të zbatojë parimin se asnjë nuk është me ligjin. Kështu shpreh nga Gjirokastra, drejtuesi i këtij institucioni, Altin Dumani, i cili u ndalte arritjet vlerësimet në raporte ndërkombëtare për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ndihmën që i kanë dhënë Shqipërisë për të përmirësuar rezultatin në indeksin global të korrupsionit për vitin 2024 të Transparency International. Në vetëm 6 vite si funksionim, SPAK ka arritur të zbatojë në praktik parimin se askush nuk është i ligjit. Janë ngritur akuza të rëndësishme ndaj zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë, zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të rregullimit të mesëm, të putet gjyqtar, prokuror, duke treguar se drejtësia nuk është selektive, por e barabartë për ligj. Një tjetër arritje e rëndësishme ka qenë goditja e grupeve të organizuara kriminale përmes hetimeve të ndërlikuara financiare dhe ndërkombëtare, duke përdorur mjete bashkëkohore hetimi, përfshirë ndjekjen e pasurive të përfituara në punëve të paligjshme. Përmes vendimeve të gjykatës së posaçme dhe sekuestrimeve të mëdha të aseteve, përfshirë dhe kriptovaluta, SPAK ka fituar besimin e publikut, një ndër elementët më të rëndësishëm të funksionimit të drejtësisë. Unë besoj se çdo gjë nis nga mënyra individuale se si studiojnë, punojnë dhe sillen në shoqëri. Këtë analistë të përmbledhur të institucionit që drejton, Dumani e bëri gjatë takimit hyrës së prezantimit të projektit të Universitetit e Qrem Çabej, edukimi evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë. Nga ku theksoi se arsimimi evropian nuk është thjesht marrja e njohurive të reja, por mbi të gjitha formimi qytetar. Tema që na ka mbledhur sot është më shumë se një projekt. Është një vizion për mënyrën se si duam të jetojmë dhe të kontribuojmë për një shoqëri më të drejtë, të ndershme dhe të denjë për familjen evropiane. Arsimimi evropian nuk është thjesht marrja e njohurive të reja, por mbi të gjitha formimi qytetar, që na mëson të vlerësojmë respektin për ligjin, meritokracinë dhe transparencën. SPAK, besoj, është një model që tregon se ndryshimi është i mundur. Ky institucion është drejtuar nga prokuror dhe drejtues shqiptar, njerëz të këtij vendi që kanë zgjedhur të punojnë me përkushtim larg çdo ndikimi. Ndaj, ky është modeli që ne duam të përcjellim te ju, që puna, profesionalizmi dhe integriteti janë rruga e vetme drejt suksesit të qëndrueshëm. Fjalën e tij, kreu i SPAK e ka mbyllur me një mesazh për të rinj duke u shprehur: çdo student që zgjedh të jetë i ndershëm, çdo i ri që refuzon korrupsionin, çdo qytetar që kërkon llogari dhe angazhon përpjekjet e tij në këtë drejtim, është pjesë e një zinxhiri që forcon drejtësinë dhe e bën më të sigurt rrugën e vendit tonë drejt bashkimit evropian.